Rrugët që çojnë drejt Prekazit u mbushën me makina, autobus dhe flamoj kuqezi që nga mëngjesi së premtës. Qytetar nga të gjitha trevat shqiptare mësyn kompleksin memorial Adem Jashari për të festuar 113 vjetorin e pavarësisë së Shqipërisë, por edhe daljen e parë publike të UÇK-s dhe ditëlindjen e komandantit legjendar. Për shumë prej tyre nga Shqipëria, kjo ishte hera e parë që shkelin në Prekaz, aty ku historia edhe ndihet. Unë e kam marrë Kastile nga Elbasani, për këtë ditë shënuar. Jemi një kombë që thënë pavarësisht vujtit i ka hej populli shqiptar, si më të kohë që edhe këto populli Kosovës. Me Adem Jashari në krye, që bëjnë gjithë luftë heroike. Anila Kaplani udhëtoi nga Fieri për të performuar në këtë ditë feste. Kënaqësia është e jona që ndodhemi sot mes jush, t'i gëzojmë festat dhe të këndojmë dhe të përcjellim nëpërmjet këngës vlerat, traditat dhe kulturën. Unë e kam për herë të parë që vi në Prekaz këtu bashkë me grupin tim polifonik. Ndjesia sigurisht që është e papërshkruar, kam shumë emocione. Qytetarë që vizituan kompleksin memorial vlerësuan kontributin dhe sakrificën që Adem Jashari dhe familja e tij e dhanë për çlirim. Adem Jashari me familje, guximin e saj do të jetë në librin Guinness. S'ka duket edhe periodet e bapashme që një familje i reziston një populli, një armiku serbo-çetnik, 3 ditë e 3 natë. Prandaj, kjo lufta që kes domethënë, është luftë e shajtë, e cila e bashkoi edhe gjithë kombën shqiptare. Kemë bërë çdo shqiptar marrë këtë, sa gjatë kjo derë për këtë ditë për mi gëzu këta tri. Përveç qytetarëve, Prekazin e vizituan edhe përfaqësues institucionesh dhe të partive politike, të cilët vendosen kurora dhe bën homazhe te varrezat e Jasharëve. Kjo është një ditë festash për shqiptarët kudo që ndodhen, është një ditë e shenjtë për neve dhe prandaj qytetarët nga të gjitha trevat, përfshirë nga Mërgata, vinë edhe festojnë këtu në Prekazin e lavdishëm, një ndër vendet më të shenjta që ka trevat shqiptare. Nga do që të nisemi si kombë, nga këtu fillojmë. Nga Prekazi legjendar, nga Prekazi i sakrificës, nga Prekazi i heroizmit, nga Prekazi që është një kujtim dhe një mësim i përhershëm, që atdheu, liria duhet të duhen pa kushte. Atdheu, liria jam para kusht për krijimin e çdo vlere tjetër. Homazhe bën edhe veteranët dhe përfaqësues të organizatave të dala nga lufta e UÇK-s. Kryetari i OVL UÇK-s, Hysni Gucati, pas se festat e nëntorit mbeten të mangëta pa ish përfaqësuesit e ushtrisë çlirimtare të Kosovës, të cilët ndodhen në Hag.